E sot është dita. Ky është muaj i ndarë mes prillit dhe majit. Kjo është dekada e ardhjes së fatit evropian të Shqipërisë, mu në dorën tonë. Kur si asnjëherë më parë, që kur ne dolëm nga ferri komunist, Bashkimi Evropian ka shkuar përtej fjalëve, ka shkuar përtej premtimeve dhe ka hapur portën e madhe, duke na dhënë një afat për të mbyllur negociatat dhe për të nënshkruar marrëveshjen e hyrjes son në atë shtëpi të ndërruar 2027. E pra, tamam në këtë vit të 2025, që përpos tjera është jubilar, dhe është një vit i shenjtë përbotësisht, kur gjëmimet dhe kanosjet e luftës në dyert e Europës dhe rrëmuja e re gjeopolitike paralajmërojnë kohëra me sfidat mëdha përpara, ne shqiptarët nuk mundet në asnjë mënyrë ta humbasim takimin me historinë për mustaqet e Kujtim Gjuzit. Sepse sado komike duket, kjo është e vërteta. Të takosh historinë apo të futesh nën mustaqet e Kujtim Gjuzit. Sot është dita dhe ky muaj i ndarë mes prillit dhe majit është koha që ne të nisim jo fushatën elektorale të radhës, po kuvëndimin e madh të maleve e të fushave, të qyteteve të fshatrave, të shqiptarëve e shqiptareve përtej të majtës dhe djathtës, matan barikadave partijake dhe dasive të vjetra, për Shqipërinë zonjë në sallonin e madh të familjes bashkuar europiane.